Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të rrëzojë kërkesën e Ilir Beqajit për ndryshimin e masës së sigurisë, duke e lënë atë në arrest në Burg. Ish ministri i Shëndetësisë kërkoi një masë më të butë, duke ofruar si garanci shumën prej 20.000 eurosh, por trupa gjykuese kundërshtoi dhe e konsideroi të pabazuar kërkesën në kushtet kur hetimi ndaj tij vijon dhe akuzat mbeten të rënda. Kjo nuk është tentativa e parë për zbutjen e masës së sigurisë në këtë çështje. Më herët gjykata ka refuzuar edhe kërkesën e bashkëpunëtorit të tij, Ermal Kurtulaj, duke mbajtur të njëjtin qëndrim për vijimin e paraburgimit. Të dy janë në hetim në kuadër të dosjes së njohur si Saspak, ku dyshohet për abuzimet me fondet e Bashkimit Evropian përmes skemave korruptive dhe procedurave të manipuluara. Ndaj Ilir Beqajit rëndojnë disa akuza të rënda penale për fshirë, korrupsion pasiv, shkelje të barazisë në tendera, falsifikim dokumentesh dhe mashtrim në bashkëpunim. Po ashtu, ai akuzohet edhe për mosdeklarim pasurie në lidhje me zotërimin e 50% të kuotave në një subjekt privat. Hetimet synojnë të zbardhin mënyrën se si janë përdorur fonde dhe nëse ka patur përfitimet palishme në dëm të interesit publik. Paralelisht me këtë çështje, ish ministri përballlet dhe me një tjetër dosje të rëndësishme, atë të sterilizimit, ku prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka ndërmarrë masa sekuestrimi ndaj pasurisë që dyshohet se lidhet me të, përfshirë edhe një apartament. Këto hetime shtesë rëndojnë më tej pozitën ligjore të tij. Vendimi i fundit i gjykatës konfirmon vijimin e masës së sigurisë arrest në Burg, ndërsa procesi hetimor pritet të vijojë në mbledhjen e provave dhe verifikimeve të gjitha rrethanave të çështjes përpara se dosja të kalojë për gjykim në themel.